Ish në kryetari ish deputeti i Partisë Demokratike Elman Spau ka reaguar pas protestës në Maliq për reformën territoriale. Spau shprehu me tone të ashpër duke thënë se në zgjedhjet e 2025-s banorët e Maliqit e shitën votën e nuk votuan kandidatin e Partisë Demokratike për Maliqin, por për qytetin e Korçës. Ai ka quajtur hipokritë të pafytyr ata që protestuan në Maliq e u bën thirrje deputetëve të Korçës që të mos votojnë reformën territoriale, e sa keq do më vinte për ta, por nuk meritojnë keqardhje. Një pjesë e mirë në Bashkinë Maliq të djathtë të majt për sa lekë të qelbura e sa thas me miell në zgjedhjet e vitit 2025 votuan për kandidatët e PS-s e të PD-s nga qyteti i Korçës e ju kandidatët që përfaqësonin Maliqin, pavarësisht cilës forcë politike i përkisnin. Për herë të parë në 35 vjet, demokracia e lanë Maliqin pas një deputet në parlament, kur në shumicën e rasteve kanë pasur dy të tillë e emra të rëndësishëm në PD e PS, hipokritë të pafytyr që marrin fjalën në protestë e i bëjnë thirrje deputetëve të Korçës që të mos votojnë reformën territoriale për Maliqin. Vaj me det, koka bën e koka pëson kur hapesh 4 anësh për interes të ditës. Herë tjetër, ju të PD-s në Bashkinë Maliq, keni kujdes kur votoni, mos dëgjoni Mulin e Ivin që thotë të votoni kandidatin e Korçës e ju për hatët e tyre shkoni e flini me Mullixhin. Tani as Muli e as Ivi nuk i qes në derë, të paktën sa ishin bashki me vetë fituar trenin elektrik nga Maliqi tek pylli i fazanëve, shkruan Spau.